Kryetari i Bashkisë së Rogozhinës Edison Molla reagon pas dënimit me një vit të burg dhe e konsideron vendimin si një akt politik. Me Molla u shpreh se nuk e pranon vendimin dhe e cilëson veten të burgosur për motive politike. Ai paralajmëron se do të përdorë çdo mundësi ligjore për të mbrojtur të drejtën e tij deri në Strasburg. Kushtet në të cilën flas nuk janë absolutisht ato që prisja nga vetja ime dhe nga drejtësia për cilën kam luftuar fort, por me sa duket, tentakulet e gjyqtarëve kundërshtar politik shtrihen më gjerë se sa besimi dhe forca që ka drejtësia e re. Ama lufta ime nuk mbaron këtu. Do përdor çdo mundësi ta fitoj të drejtën time deri në Strasburg. Me Molla theksoi gjithashtu se akuzat se dënimi i tij është një peshqesh politik nuk lidhet me Partinë Socialiste, duke mohuar kategorikisht përfshirjen e rrallëve të saj në këtë çështje. Ai shtoi se gjatë karrierës së tij ka fituar 5 palë zgjedhje me mbështetjen e qytetarëve dhe se identifikimi i tij si socialist është i qëndrueshëm. Fjala merr dhënë më shpejt se era dhe përveç se flitet se këtë situatë kam peshqesh nga kundërshtarët politik, nuk më pëlqen as pak ideja që diskutimi zgjerohet duke thënë që peshqeshi vjen nga radhët e Partisë Socialiste, qoftë brenda qytetit apo më lart. Miqtë e mi, me Partinë Socialiste dhe kryeministrin Edi Rama në krye, në Rogozhinë kemi fituar 5 palë zgjedhje. Qytetarët na besuan plot 5 herë për aq kohë sa kanë qenë drejtues apo kandidat. Nëse do të kishte sulme personale, askush s'do më kishte lejuar të ushtroja këtë pushtet me të gjithë ju për krah, nëse punët do të ishin ndryshe. Nga çfarë janë? Unë jam socialist dhe i tillë do të mbetem. Me Molla paralajmëroi se do të vijojë betejën ligjore duke shfrytzuar të gjithë rrugët e mundshme juridike për të sfiduar vendimin dhe për të rivendosur të drejtën e tij.